Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përdorë Muadh ibn Jabal, shokin e tina, të cilin e ka veçuar me njohjen e halalit dhe haramit. Edhe i thot: "O Muadh, thot unë ty të dua." Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, që njeriu kur e don dikam ja shpreh. Dhe kjo e forcon lidhjen. Dhe kjo e mban më të gjatë dhe më të gjallë lidhjen e mes njerëzve. Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thot Muadhi, thot: "Wallahi, ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah." Thot: "Ja Rasulullah, dhe unë wallahi du tyje." Dhe kjo është shprehja në mes dosit dhe dosit prej dashnijës, të cilën shumë prej muslimanëve nuk e praktikojnë, nuk e zbatojnë, madje edhe nuk e njohin këtë lloj të dashurisë dhe shprehjes së ndërsjellë të dashurisë. Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot: "O Muadh, a do me ta mësoni lutje, të cilën do ta thuash në fund të namazit tan?" Dhe shiko këtë mënyrë të përpikt, më të mirën në botë të Muhamedit alayhi salatu wassalam në komunikimin e mësimit. Nuk i than ngo këtu: "Unë të kallzoj tije." Rasulullah, ai çish dush ka mujt mi than. Ai çish dush ka më, unë çka të kallzoj, se unë jam Rasulullah, ti ke obligim me mngu. Ti del pe feje mos me mngu. Ti mos me marr këshillën mua, shumë keq punë ti kije. Kur gjë nuk i tha kështu. Po tha: "Ela uallimuka." Pra, a pranon me të mësu, a do me të mësu? Sa mësime ka këtu të ndërum xhamat. Ku njerëzit mundon me ti imponu çështua. Patjetër duhet me ditë ti këta. Pse është patjetër? Pse është patjetër? Ela uallimuka, ata mësoj. A do me ta mësue? Apo feja është me të lirë të ndërum xhamat. Feja është nëse i në zemër, nëse nuk i në zemër koto. Kotë që ka nështrohet trupi kur nuk nështrohet zemra. Kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, janë mërzit zemrat e sahabeve. Janë mërzit zemrat e sahabeve. Sa aja u ka morë zemrat, jo trupat. Po këtë asyje disa prej tëre, të cilët nuk ishin nështru në islam prej dashnijës, ata dezertun. Me vdekin e ti dezertun, se të nuk e dojshin ata. Apo, andaj të mësomi që mësimet pavarësisht sa të mdoja janë. Muhamedi alayhi salam është të mësue. A ka mujtë mi thonë: "Nalë shtu të mësoj diçka se duhet ki mësim." Dhe çfarë mësimi dërgumi i Zotit po e mëson një njeri thjesht, sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasallam, në raport me ta. Mirë, po çka i tha? "Ela uallimuka." A ti mësoj. Çfarë metode? Ku njerëzit sot mundon me bë diktat, patjetër çështu s'ka. Duhet njeriu të më dhon mundësinë e kuptimit, perceptimit, kohës, i duhet vakt me mësu, i duhet kohë me përmirësu. Nuk bëhen këtë për më një herë. Tha: "Do t'i mësoj do fjalë, a do me t'i mësu që t'i thush në çdo namaz?" Tha: "Po ja Rasulullah, bela, gjithsesi, kam shumë dëshirë." Shikoj, e shpreh, po mësoma. Atëherë tha: "Kul, thuj në fundin e çdo namazit: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadatik." Tha: "Thuaj o Muadh, o Allah, a'inni ala dhikrik, o Zot, më ndihmo, më përkrah që të përmendi ty." Shiko të ndërum xhamat, e ki gojën, kete kena gojën. A e dim që është i vlefshëm dhikri? Po së ne ban. S'ta mundëson Zoti. Këtë është me të mundësu me të Zoti. Këtë është ajnë nëse të nimon. Apo, a e dim shumë prej veprave që janë të mira, së një bojna, s'le gjunaj, s'le mëkati. Apo, s'ki takat. Mere qele Kuranin këshire që ishtë sa gjumi. Mere banë një punë, mirë këshire. Qele koletën për sa ta ka, këshire që ishtë ta më shpirti. Duke si kur me ta e shpirti për trupin. Se s'ta ka mundësu. Andaj shiko që fardohaj i tha. Tha: "Thuj o Muadh, Allahumma a'inni ala dhikrik." O Allah, një mom të bëj dhikr. As Zotin së ne përmeni, se Zotin nuk do me përmeni ata. S'ta mundëson Zotin me përmeni ata. Për këtë asyje lutë: "O Allah, zgjidh manijën e gjuhës të të përmeni, lagma gojën të të përmeni." Thuj: "Elhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah." Apo, sa njeri për shembull, apo sa mirë është ai musliman që çfarë do lloj gjendje e përmend Zotin. Nëse çuditë diçka thot subhanallah, thot la ilaha illallah. Gabon diçka astaghfirullah. Apo ato të tjerë plot njerëz e ke po. Gabon diçka shat, po në vend shamës thuj me dhikr, thuj subhanallah, thuj la ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. Kur e shat diçka që s'po hec, thuj la hawla wala quwwata illa billah. Apo jo se do me e mërkurja, se do e martja, se do e 7 ditë javës nuk e do për këtë. Do ta 13 nuk e do, sabaj për mua, më kishim pas nem, apo
Një hala të mbo se hire, një teze, që a gjë një koj shikis. Oj ndërum, lalu pak, lej me hala, me teze, me malë ketë. Kur kusht ka bo se hire, e nëjna që ka e vrapa, lutë Allah me drejtue. Lutë Zotë me Allahumma inni ala dhikrik. O Zotë më mundësot të përmendi. Zotë ta mundëson më udhëzue, Zotë ta mundëson më falë. Zotë i kitë, Zotë i banë ato. Së në mërë me zorë kur gjo. Andaj shikoj ka thonë, thua i muad. O Allah, një mëm të përmendi. Një mëm të përmendi. As dhikrin së në banë pa ta lecu Zotë. Që kistat me veti ki, që gojnë me veti ki, provoje. Hajde provoje. Së në banë. Pasaj ka thonë, wa ala shukrik. O Allah, ndihmom të të falenderoj tije. Sa begatin e gzojna së falenderojna. Sa begatin e gzojna së falenderojna. A, kur pagujna në market, apo e këshira ti, mi pa amor dhe dinar ma shumë. Nëse për pitan ka dalë, apo? A ato shka i shfitëzon ti? A kush ti dha ti parët? A begatit, a i numron detalj? E këni po, ka detalista, e merë atë fakturën dhe veç e këshirë. A kënë që ka që s'ken? Sa të përlamët me shqitë si në ti. Pse? Mduket besu mduket. Pse parët ja ka prek. Për çka? Mës këm pakujt më tepër. E të ndërum gjëmat, a e këshin ashtu në detal begatin e Zotit? Për syt mi thonë elhamdulillah, për vesht elhamdulillah, për trupin elhamdulillah, për gjuhën elhamdulillah, për shëndetin elhamdulillah, për shtëpijin elhamdulillah, për evladet elhamdulillah. Po sa du, për sa bajt zë dhe s'mur shminar. Thuj elhamdulillah, mos e ndal gjuhën, ala shukrik. O Allah, ndihmon me pardon, shqyqyr apo? Shqyqyr Zotit. Çfarë është shqyqyr Zotit? Faleminderit Zotit. A shqyqyr çka i bie të ndërum xhamat? Shqyqyr është se ti ke hangër mish. Kur trashët lopja, arab ti thonë shekarat. U ka trash, ka hangër mirë kjo. E kur të hajsh mirë, çka thuti? Ha? Çka thuti? Na, senin e parë kur të hajna, çka thojna? Kish na hangër dhe pak ama jo sheqeri, jo shtypja. Ka dalë me para kësaj elhamdulillahi alladhi at'amana. Elhamdulillahi cili Allah buk me hangër. Wa ja'alana minal muslimin. Dhe na boni musliman. Lutë Allahin me të nimu me falenderu. Së në falenderon. Dhe në fund që i ka thanë, dhe thuj, wa husni ibadatik. Dhe o Allah, i ka thanë, o Muad, thuj kështu, në fund namazin, thuj, o Allah, ndihmom ibadetin të baj mirë. Jo vesh kelle shko, u fala une. Pa u fale, ama ka të falme dhe të falme. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, lidhën di veta në namaz, në saf me një saf, në gjithë janë. Apo? Njani ka shku të Rabbul Alemini atje me shpirt, tjetëri është të matë në pazar. A ja dhash bedikila një agjimës? Dalon, të ditë saf, pi për jashtë kur të bojnë fotografien, mashallah të barek Allah, se ta shitojnë në kone fotografive dhe ibadetit të fotografive. Apo? Shko teorimës me po fotografi. Tu fal, pin sejsh dhe pin kam. Apo veç agjerimi, s'ka mund si qishme. Apo jam agjerushëm se ro kur qish. Apo se me mujta edhe ata e fotografojna. Pse mës petit njerëzit që agjerushëm jam. Për këtë asyje shiko, husni ibadetik, me bo mirë ibadetin. Që to më thonë me bo mirë ibadetin të rëmë gjemat? Me bo pastor, me bo për i Zoti Gjelle Gjelalu, për knatësina Allahut. Mës me azonë udhën kërkujna. Ty e ban një ibadet, këtu 50 vetave i ke bo dam. Qëfar ibadet është ajo? Qëfar ibadet është ajo? Ban ibadet pa jazon komën kërkujna. Ban ibadet pa i bodam kërkujna. Ban ibadet zbukuroja ibadetin. Rri para Zotit që shtë ka hije. Ka orë transmetime se kur robi lëviz, lidhët namaz, Allahu Ekber edhe lëviz. Këshirë munot pin namaz me këshirë lusterit. Lej e mërë lusterit, lej qilimin, lej krejt. Falu. Ka orë transmetime se kur e lëviz kokën robi, Allahu Gjellori thot, o robi jem, çka jetu të këshirë dishka matë mirë se une? Qa jetu lip matë mirë se Zoti? Kush t'jep ma shumë se Zoti? Kush do ma shumë se Zoti? Ku ki mu këthi në fund përveset e Zoti? Andaj, kjo ishte duaja Muad ibn Jabelit, të cilin jam soj për nga mbele alayhi salatu wassalam. Edhe njerë, qëfar i tha? Tha thuj në fund të namazit, o Allah, ndihmom të të përmendi, ndihmom të të falenderoj, dhe ndihmom o Zot ibadetin, adhurimin, kur ta baj mirë. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu, që Allahu na mundson që gjuhët tona të jenë të lagura me dhikr, ta përmendim Zotin ton shumë, të bëjmë dhikrin shumë,
të jetë Allahu subhanahu wa taala në shpirtin ton, në gjuhët tona, i përmendur vazhdimisht, publik e tinza, ta madhnojmë Zotin ton xhel xhelalu. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na ndihmon ta falenderojmë Zotin për çdo begati të tij që e shfryzojna, për çdo mirësi të tij që e konsumojmë në këtë dunja. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu ti përmirëson adhurimet tona, ti zbukuron adhurimet tona, ti pastron zemrat tona që kur ti bëjmë këto adhurime, ti bëjmë në kërkimin e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh që Allahu ti përmirëson edukatat tona, moralet tona, ti gdhejnë karakteret tona. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu këtë ditë xumaje, ditë të madhe ku Allah e pranon duajën. Allahu xhel xhelaluhu ti ndihmon muslimanët kudo që janë, jetimat e muslimanëve, të dobtit e muslimanëve, ata muslimanë që janë në për luftra, ata në muslimanë që janë në për burgje, ata muslimanë që kanë gazepe dhe skamje dhe fukarallëke, ata muslimanë të cilët e kanë humbur familjen e vet, ata muslimanë që janë jetima dhe bonjak, ata muslimanë të cilët janë në siklete të ndryshme. Lutim Zotin e Madh, Allahu rahmetin mbi ta tazmet ya rabbal alamin. Lutim Zotin e Madh xhel xhelal që krejt zullumçarëve dhe kriminalëve dhe fesadxhive në tokë, të cilët bëjnë krimin në tokë, Allahu ndër me vetë i shpartallon ya rabbal alamin. I bërat për njerëzimin të ban ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu na mundson të jetojmë si musliman dhe frymën e fundit Allahu t'ja jap na me iman.